Dhe po flasim për një kryeministër ku jo më larg se dje lexova lajmin ku një kongresmen James Williams, kongresmeni amerikan, ka propozuar ligjin për të vendosur në hetim nëpërmjet gjitha agjensive ligjbatuese lidhjet e kryeministrit ton me lehtësimin ndaj narkotrafikut. Është ligj sot i depozituar në Kongres për terminatimi. Kështu që nëse më përpara kishim një kryeministër që nëpërmjet lobimit e konsideronin burr shteti, sot ndërkohë në Kongresin Amerikan depozitohet ligj për ta hetuar dhe për të marrë informacion pikërisht për lehtësimin që kryeministri i vendit i ka bërë skemave të pastrimit parave që lidhen me paratë e narkotrafikut. Dhe kjo është shumë shqetësuese, por ama njëkohësisht edhe shumë sqaruese, sepse nëse këto agjenci, ai ligji unë besoj do të kaloj, nëse këto agjenci do të rifillonin punën, do të ishte shumë mirë edhe për vetë SBA-n, po mbi gjitha dhe vetë për publikun, për të bërë të qartë situata të cilat ne në fakt i dim tashmë. I dim sepse e lexojmë, e shikojmë, e jetojmë këtë Shqipëri dhe duhet të reagojmë sepse çdo ditë që po më shumë po e çon vendin në krizë. Dhe vendin në krizë po e çon kryeministrin në mosveprimin e tij dhe në mospërballjen me kërkesat e qytetarëve dhe në mosdhënien e dorëheqjes. Jo qytetarët që po protestojnë, ata që po protestojnë kanë halle dhe janë çuar për të protestuar për hallet dhe problemet që ka shkaktuar kjo qeverisje. Qartë. Në këto pas këtyre 33 ditëve protesta, a mendoni se do të mbjetoj protesta në vetvete pasi ka debate për mënyrën e organizimit apo të leadershipit, që mungon një leadership? Po, për ne është e veçantë kjo protestë. Gjithsesi unë mendoj që e para protesta ka arritur shumë çka deri tani. Nëse do të ketë një sukses të plot, këtë do ta shohim. Unë besoj që duhet ta ketë, pasi nuk po dorëzohen qytetarët dhe mund të ketë edhe të themi diversifikim të formës të protestuarit. Kam përshtypjen ose transformim të mënyrës të reaguarit. Ajo që ne produkti i kësaj proteste deri më tani është që një qytetarët vran frikën, që është ajo që unë e quaj zimi shoqëror, 2 e çarmatosën qeverinë dhe kryeministrin nga arma më e forte që është propaganda. 3 ngritin një model ku gjithë secili e kupton që e pas kanë në dorë këtë çështje. E thash dhe më parë, kam takuar në protestë njerëz që dikur më thonin që shiko, po pse vazhdon merresh ky, po do fitoj prap. Mosbesimi njerëzve që Rama, kryeministri, do i përdor gjitha instrumentet të paligjshëm për t'i marrë zgjedhje dhe ai do i marrë, ishte shumë i madh. Dhe njerëzit zgjidhin her pas here të konformoheshin dhe jo të përballeshin me paligjshmërinë. Ajo që kuptuan sot gjithë qytetarët është që ata ja dalin të përballen me çdo lloj instrumenti të paligjshëm. Dhe kjo është sinjali më i mirë dhe është fitoria më e madhe e kësaj proteste. Dhe me besimin absolut që kjo protestë sinjalet për një opozitë bashkuar i dha, që qytetarët e duan opozitën e bashkuar, i duan që të gjithë bashkë, sepse përballë kemi të bëjmë me një super pushtet i cili kontrollon procesin zgjedhor nëpërmjet gjitha instrumenteve që ai përdor. Kështu që besoj se do ketë sukses të plot dhe kam besimin që mbase mund të diversifikohet, mbase mund të transformohet në një formë tjetër protesta, por sukses do të ketë. Kur ja thash, kur e bëra të pyetjen përse refuzohet opozita, nuk ja bëra pa qëllim, pasi doja të merre një përgjigje nga ju. Nëse lind një lëvizje e re, a keni frikë se mund t'i nxjerrë jashtë loje partitë tradicionale? Nuk e besoj. Por nëse kjo do të ndodhte edhe është në funksion të shoqërisë, nuk do të vinte keq. Kuptojmë, ne ekzistojmë sepse duhet jemi në funksion të shoqërisë. Patjetër që kemi egot personale e të gjitha mëra, apo qoftë egot partijake, domethënë që por momenti ku vendi është për të lënë minjan, edhe egot partijake. Jo më kot them që ka nevojë për një bashkim të frontit opozitar. Dhe kur them bashkim do thotë që cilido prej partive politike do liroj diçka, do të cedoj diçka. Patjetër i takon partisë më të madhe se ka përgjegjësinë më të madhe mbi shpatulla që të cedoj më shumë, që të jap më shumë. Por ama të gjitha partitë duhet të bëjnë një hap. Vendi ka nevojë për zgjedhje të lira të ndershme.
që ne të shkojmë në zgjedhje të lira të ndershme, presioni duhet të jetë edhe më i lartë. Dhe shpresoj që shumë shpejt vi dita ku të gjitha partitë opozitare, së bashku me protestuesit, me qytetarët, të cilët kanë vendosur të protestojnë, mes atyre ka dhe socialistë. Patjetër. Kështu që unë mendoj që rritja e presionit nga të gjithë elementet, duke mos u përçar me njëri tjetrin dhe duke lënë mënjan egot, do t'i shërbente vendit. Dhe në fund të ditës partitë politike funksionojnë për t'i shërbyer vendit dhe qeverisjes, dhe jo për t'i shërbyer vetëm vetvetes. Dhe fundit, zoti Muçallari, si e shihni protestën në ditën vijim? Keni një skenar? Mendoni një skenar? Mendoj që qytetarët janë edhe më të revoltuar pas atyre shfaqjeve që kanë parë. Të dieshme? Po, të dieshme. Dhe u duk dhe në rritjen e menjëhershëm të numrit, në ditën mbas ditën e dieshme, besoj që do të kemi një përshkallëzim të reagimit, patjetër dhe të pjesëmarrjes. Mendoj që nesër do të ketë një pjesëmarrje shumë të lartë, dhe mbase pjesëmarrje më të lartë, se kjo protestë ka thyer disa rekorde brenda vetvetes, që do të thotë që ka bërë protestat më të mëdha ndonjëherë të organizuara, aq më shumë nga shoqëria civile dhe nga qytetarët, dhe shpresoj që nesër të jetë një lëvizje edhe më e gjerë. Ajo që besoj është që domosdoshmëria e të gjithë njerëzve që merren me politikë dhe të gjithë flukseve opozitare për të bërë koshient që duhet të bashkohen dhe duhet të suportojnë një lëvizje të tillë. Bashkimi në vetvete jep suportin më të madh kësaj lëvizje dhe rrit presionin për kryeministrin dhe për qeverinë. Kështu që shpresoj dhe besoj, madje gjej momentin për të ftuar qytetarët, sot në orën 7 unë do të jem aty dhe i ftoj gjithë qytetarët të bashkohen protestës, ftoj gjithë demokratët të bashkohen protestës. Sot është momenti të jemi të bashkuar, nesër le të na ndaj zgjedhjet e lira të ndershme, ama sot do të jemi gjithë aty.